Media dhe libri janë dy botë që shpesh ecin paralele. Dhe sot i ftuari jon i ka përjetuar të dyja. Me mua sot është një gazetar, moderator dhe përkthyes gjithashtu. Sot është me mua Blendi Salaj. Kënaqësi që jam këtu me ty. Faleminderit shumë dhe shpresoj që të bëjmë një bisedë të bukur bashkë. Jam i sigurt. Jam me lumtur që ke ardhur ti sot këtu sepse je një person që je përveç se shumë i lexuar dhe një gazetar shumë i mirë. Dhe ke një marrëdhënie shumë të afërt me librin. Faleminderit. Përpiqem, mund të ishte edhe më afërt se aq, por që është pjesë e rutinës që të kem gjithmonë një libër hapur diku edhe të lexoj. Atëherë unë e di që media është një botë shumë dinamike, por gjithashtu nga ana tjetër libri është një botë që kërkon qetësi dhe reflektim. Si bashkë jetojnë këto dy anë tek ty? Shiko, sepse nuk jam duke i bërë të dyja në të njëjtën kohë, kur jam duke lexuar nuk jam duke bërë media dhe kur jam duke bërë media nuk jam duke lexuar, kështu që afërmendsh mund të bashkëjetojnë. Po mendoj gjithashtu që çdo person, jo vetëm ata që bëjnë media, po të gjithë ata që punojnë, që kanë një aktivitet profesional të çfarëdoshëm, ka nevojë që përveç se t'i japin kur janë atë sportin e tyre, duke luajtur, gjithashtu ka nevojë edhe që të pushojnë, ka nevojë edhe që të mbushen. E shikoj pak si një enë që mbushet dhe zbrazet vazhdimisht. Pra, pjesa ku ti je duke dhënë, kur je në transmetim, kur je duke bërë gazetarin apo prezantuesin, është pjesa kur ti zbrazesh. Por ke nevojë që të mbushesh, gjithashtu që të kesh gjëra të reja për të thënë. Unë u bëra tani rreth 20 vjet që ushtroj këtë profesion dhe çështja është që duhet të kesh gjithmonë gjëra interesante, gjëra të reja. Pra nuk mund të qëndrosh në vend, nëse bazohesh vetëm tek unë jam një tip interesant edhe do të them gjëra interesante. Ka ca njerëz, po janë shumë të rrallë, unë nuk jam njëri prej tyre që janë nga natyra të lindur interesante dhe që sjellin muhabetin, mund mos jenë fare në media, po janë shpirti i tavolinës aty ku janë me shokët e tyre, kurse unë jam nga ata që kanë nevojë që të mbushen. Kam nevojë që nëse do them dy fjalë, e njëra prej tyre me siguri nuk do jetë aq e mençur, po me shpresën që tjetra do jetë e mençur, kam nevojë që këtë fjalë ta marr përmes librit dhe kjo mund të jetë në letërsi, mund të jetë në libra psikologjie, historie, në biografitë që më pëlqen të lexoj dhe kështu që ti ke diçka për të thënë. Domethënë ta pasuron leksikun, ta pasuron tematikën për cilën ti flet, je një njerëz që mund të thuash diçka me mend dhe që ja vlen ta dëgjosh pastaj. Çfarë kërkon ti tek një libër? Kërkoj të më mbërthej. Kërkoj të më intrigoj, kërkoj që të më baj pezull, kërkoj që të jetë i tillë që kur e mbyll sepse duhet të zbres të marr fëmijët nga furgoni apo për të ikur në punë, se ndonjëherë ngrihem edhe kur kam 20 minuta kohë për shembull, mund edhe të jem duke lexuar. Jo çdo ditë, po ndodh era herës. Kërkoj që libri të jetë gllabërues në një formë apo në një tjetër, domethënë të më përfshi, të më zgjojë interesat, kurreshtjen, të më mësoj gjëra. Unë nuk lexoj libra që si thua libra të lumtur. Libra me histori romantike, jo se ka ndonjë që gabime atë, absolutisht. Por kërkoj libra që të më trondisin, të më bëjnë që të përjetoj gjëra që nuk i kam përjetuar vetë, të më bëjnë pse jo edhe të qaj, edhe të nevrikosem. Domethënë duhet të jetë përshtjellues. Libri duhet të jetë si një aventurë dashurie në një farë forme. Mos jetë diçka që është si jeta reale, ashtu do të shkruanim gjithë libra pastaj. Unë do shkruaja çfarë bëra sot, ti çfarë do të bësh nesër, e kështu me radhë, por libri do të ketë atë cilësinë që na trondit. Unë e di që ti së fundmi ke përkthyer një libër. Po. Por ti si një person që ke një profil krejtësisht tjetër, çfarë të bëri që të shkosh tek arti i përkthimit? Shiko, unë do thosha këtë gjën. E para do të adresoja këtë që nuk është një profil krejtësisht tjetër, duke qenë që edhe ju jeni në gazetarinë, do jeni kolegët tanë nesër me të mbaruar këtu, me qira fjala komplimenta për këtë studio shumë të bukur, këtë atelier të radios në fakultet në Tiranë, por do të them që ne gazetarët jemi shkrimtar. Ose nëse mendojmë për gazetarët e një brezi të kaluar kur shkruhej në gazeta. Pra, vetëm që thoshin, ka një shprehje që kam dëgjuar në Amerikë, thoshin ne jemi shkrimtar, shkrimet e cilëve vdesin çdo ditë.
Pra, shkruan një artikull në gazetë, ajo është krimtaria jote, është sigurisht e bazuar në lajmin e gjithë rregullat e gazetarisë, por është gjithashtu krimtari. Dhe të nesërmen del gazeta tjetër, dhe pastaj tjetra, dhe nuk është si një libër që mund të rrojë 200 vjet, 5000 vjet, kurse gazetari ka këtë, e shikon krijesën e vet të vdesi ditë mbas dite. Pak artikuj mbahen mend apo rilexohen mbas një farë kohe. Kështu që po ne jemi shkrimtar në vetvete, gazetari duhet jetë. Dhe mendoj që është e rëndësishme që gazetarët, qofshin të rinj, qofshin të vjetër, me që po flasim për librin, të mos ta shikojnë asnjëherë veten të ndarë nga leximi dhe nga librat. Sepse një gazetar që nuk lexon është si një sportist që nuk stërvitet. Një futbollist që nuk shkon asnjëherë në stërvitje, do vetëm të luaj kur luan kombëtarja, ta thras trajneri dhe të hidhet në fush. Nuk funksionon ashtu. Duhet që të bësh atë punën përgatitore, duhet të lodhesh vazhdimisht në mënyrë që të jesh dhe e njëjta gjë për gazetarin, që të ketë fjalorin që i duhet. Gjuha shqipe është vegla jone e punës, është mjeti ynë i punës. Nëse ne nuk e zotrojmë mirë atë, atëherë do të kemi mangësinë të shprehur, mendimet që mund t'i kemi, nuk arrim dot i përcjellim tek dëgjuesi, tek publiku, kështu që e shikoj leximin dhe gazetarin shumë të lidhura. Edhe janë një njëjta gjë në trajta të ndryshme. Kurse sa i përket përkthimit, ky libër që quhet Në mbretërinë e Akullit, ishte një libër që unë e kam lexuar para 10 vjetëve, ose 11 vjetëve tani më, dhe më ka befasuar, se është një histori e vërtet, është një histori krejtësisht e bazuar, shkrimtari është gazetar, Hampton Sides është një gazetar, është historian, është dhe shkrimtar. Kështu që ai ndërthur këto të treja, domethënë është si një roman mbërthyes, një aventurë e çmendur, por e gjitha e vërtet. Ai nuk ka asnjë rresht dialogu në libër që nuk ka dalë ose nga një artikull i kohës, se ai ka marrë arkivat e gazetave, është shkruar për këtë histori shumë në fund viteve 800, dhe ose nga ditarët dhe letrat që shkruheshin, korrespondenca që kishin. Pra asgjë ai nuk i ka vënë asnjë personazhi në gojë, qoftë edhe një fjalë të vetme, që ai nuk e ka të faktuar që ajo fjalë është thënë në atë mënyrë. Pra ai gjithmonë vetëm citon kur vjen puna te dialogu dhe pastaj e vesh me artin e vet historinë, por duke i qëndruar shumë besnik. Dhe unë e lexova këtë historinë dhe thash, "Wow, është e çmendur, është një histori brillante." Dhe doja që edhe lexuesi shqiptar ta kishte këtë historinë. Ja vlen ta lexosh. Është vërtet shumë e bukur, është si një film. Dhe për shkak se kishin kaluar 10 vjet nga koha kur libri është botuar, ka qenë një bestseller në Amerikë në atë kohë, e dija që botuesit tan janë duke parë për librat që shesin këtë vit apo vitin e kaluar, domethënë me gjasa nuk do ta gjenin. Edhe thash, o e përkthej unë që pata fatin ta lexoj rastësisht nga një rekomandim, ose ndoshta nuk do përkthehet kurrë në shqip ky libër, se përkthehen kaq shumë libra të tjerë, botohen kaq shumë libra të tjerë, mbase nuk i vjen radha, mbase thjesht harrohet. Kështu që doja, ishte një dëshirë që thash, unë këtë libër që më ka pëlqyer kaq shumë, dua ta ndaj me të tjerët. Në momentin që ti e përktheve këtë libër, u ndjeve më shumë si lexues apo si një bashkautor? Shiko, unë isha fillimisht lexuesi i librit, pastaj e rilexova, sepse kishin kaluar 10 vjet nga leximi i fundit dhe doja ta rifreskoja në kujtesë, dhe pastaj u vura që ta shkruaj bashkë me autorin në shqip kësaj radhe. Ka unë nuk jam përkthyes profesionist, nuk pretendoj që të jem, por me sa di, përkthyesi është një formë e bashkëautorsisë. Sepse ti duhet ta përshtansësh në shqip, ca kontekste mund të jenë që keq kuptohen, kështu që do gjesh një mënyrë tjetër për të thënë të njëjtën gjë. Ca detaje mund mos i flasin lexuesit shqiptar, kështu që mund edhe ti biesh pak më shkurt diku, pra për një gjë që mund të jetë që nuk e ndikon as pak historinë apo leximin. Kështu që kam atë rolin e bashkëautorit, por sigurisht unë jam munduar të qëndroj shumë besnik atij, sepse është një dilemë që patjetër do respektosh sintaksën, gramatikën, fjalorin e gjuhës shqipe, por ti nuk do që të humbasi edhe stili. Më kupton, zëri i autorit. Kështu që aty ku ai bën pauzat e veta, mënyra se si ai e ndan një paragraf në fjali të ndryshme, se si një gjë e thot në fund dhe jo në fillim, unë doja të qëndroja besnik atij në mënyrë që të ndihej se është ky autor. Çdo autor, fjala vjen, ti lexon një kadare dhe është kadare. Lexon një Dritëroa Golli apo një Agron Tufa apo cilin do nga autorët tanë,
dhe secili ka zërin e vet. Kështu që edhe për përkthyesin lind nevoja që të mos ta bëj kadaren, agollin, tufën, blushin apo kushdo qoftë të tingëllojnë njësoj në një gjuhë të huaj, por të ruaj atë që është esenciale e tij vet. Kështu që jam përpjekur që ta ruaj zërin e Hampton Sides, që mua më pëlqeu aq shumë kur e lexova në anglisht. Ke vendosur pak nga vetja në këtë tekst apo ke qëndruar kritikisht i padukshëm? Jo. Shiko, jo nga vetja jo, se do ishte shumë arrogante nga ana ime që të fusja veten aty. Unë jam munduar t'i shërbej autorit dhe lexuesit që do ta marrë atë në dorë. Fjala vjen për shkak se ngjarjet ndodhin në vitet 800, fundi i viteve 800, pra ka kaluar një kohë gjatë dhe doja që disa shprehje që janë të rralla tani më ti përgjigjeshin shqipes asaj kohe. Pra nëse do të ishe shkruajtur apo nëse do ishe folur për këtë histori në Shqipëri në atë kohë që ka ndodhur në fund të viteve 800, mendoj jemi në ato përpjekjet e rilindasve dhe ato hapat e para drejt pavarësisë dhe kjo lëvizja kombëtare, cila do ishte gjuha që do përdorin ata. Dhe për shembull Ania Kërkëllin, ato trarët Anies Kërkëllin, që ne nuk e përdorim shumë shpesh këtë fjalë, por mendoja që i rrinte asaj kohe. Kam përdorur fjalorin sinonimik të profesor Tupes edhe të tjerë, kështu që mbasi e kam përkthyer fillimisht nga fillimi deri në fund, pastaj kam kaluar në një proces redaktimi personal që të shikoja se ku mund bëj pak më mirë, ku mund mos përsëritej e njëjta folje apo një emër 2 herë për ta bërë më të rrjedhshëm leximin, pastaj ka kaluar edhe në duart e redaktorit letrar që ka bërë ndërhyrjet e veta në libër në mënyrë që të vi edhe prapë si jam i kënaqur, me të drejtën, po ta hap tani prapë gjej gjëra që mund ishin, po kjo nuk ka fund. Kështu që në një moment caktuar ti duhet ta dorëzosh librin e thua ja ku është, pastaj nuk është më i yti, është kalon në duart e tjera. Për publikun e huaj, cili është një libër shqiptar, i një autori shqiptar i vjetër që ti do doje ta përktheje? Jam përkthyer tani më shumë libra. Shiko, ka shumë shkrimtar të mirë shqiptar edhe të kohës që ne po jetojmë. Fjala vjen Arben Dedja, më pëlqen. Ai është mjek në Itali, por edhe shkruan. Ka ca histori, ka një libër, një përmbledhje me tregime që quhet Histori eskatologjike, ku ai përmes humorit me tregime të shkurtra tregon se si ishte Shqipëria e viteve 70-80, akoma nën diktaturë, absurdi i asaj kohe, shprehet shumë bukur. Adrian Kërçyku ka një libër të titulluar Home, dhe ai është një libër shumë i mirë, që janë libra të cilët i tregojnë botës një lloj shqiptarie apo mënyre të menduarit e të jetuarit që ka qenë dhe është e shqiptarëve, por nëse do të veçoja një libër, edhe tash Kadareja për shembull Prilli i Thyer apo Pallati i Ëndrave apo Kukulla, gjitha ka shumë gjëra të mira, do të veçoja Atzef Plumin me Renaud për me tregu. Sepse është një libër edhe historik, edhe dramatik, edhe personal, edhe shumë informativ. Është për mua është një libër i jashtëzakonshëm që të gjithë të rinjt edhe jo aq të rinjt duhet ta lexojnë për të kuptuar Shqipërinë edhe kalvarin e diktaturës në Shqipëri, çfarë shkaktoi. Por ky do i shërbente edhe një lexuesi të huaj që do donte të njihte më mirë historinë e kombit tonë. Ti mendon se ka një diferencë midis autorëve shqiptar dhe autorëve të huaj? Jo, ka një paragjykim, do të thoja, por nuk mendoj se ka diferencë. Shiko, autorët shqiptar janë shumë të mirë. Botuesit shohin edhe pjesën e çfarë do të shitet më shumë. Dhe dua të theksoj këtu që ata autorë të huaj që përkthehen dhe botohen në shqip janë më të mirët e letërsisë së huaj. Nuk janë autori mesatar i huaj. Ka pafundësisht libra që botohen në Francë, në Amerikë, në Angli, në Itali, cilët janë okay. Më kupton, jo ndonjë gjë kush e di se çfarë. Kështu që nëse e krahasojmë autorin mesatar shqiptar me ajkën e letërsisë botërore, natyrisht që ti do vësh re se nuk janë gjithë Albert Camus dhe po them tash mos filloj me emrat e autorëve të shquar, por ne kemi autor shumë të mirë. Kemi letërsi shqipe shumë të mirë dhe mendoj që meriton një vend pak më të respektuar se sa e ka aktualisht në perceptimin e përgjithshëm.
cili është një libër që ti mendon që çdo i ri duhet ta lexojë? Po unë ta përmenda një që është rënon për me tregue, sepse ka ato cilësi që nuk po i ripërmend tani, mos ta përsërisim veten. Por shiko, të rinj shqiptar duhet lexojnë Agron Tufën, duhet lexojnë poezi. Ka poezi të jashtëzakonshme, Entela Tabaku, Mimoza Ahmeti, Ervina Tibi, Azem Shkreli, Martin Canaj. Domethënë gjithë këto janë libra, janë vepra të jashtëzakonshme që mendoj që poezia në mbledhsohet edhe më shumë, sepse mua më është dashur që të vi në këtë moshë jam sot që të kuptoj pak më shumë nga poezia, është shumë e nevojshme për shpirtin. Picasso thoshte që arti heq plurin nga shpirti. Edhe po ta mendosh, edhe arti është edhe poezia, edhe letërsia, edhe piktura, edhe filmi, shpirti ynë zëpluhur nga e përditshmja, nga rutinorja, nga e zakonshmja, nga streset, veset, grindjet, nevojat që ne kemi. Edhe bëhemi të përditshëm, bëhemi banal, po e quaj në tonjza. Kurse nëse ti qëndron përpara një vepre arti në një muze apo në një ekspozit, edhe thjesht qëndron aty, edhe për një moment harron. Gjithë to, hallet, e lashet, zakonet, muhabetet, edhe lahesh, si thua, bën një dush me anë të artit. Kështu që mendoj që kështu na shërben edhe letërsia edhe poezia. Nëse do të ma përshkruaj vetëm me një fjalë raportin që ti ke me librin, cila do të ishte? Marrëdhënie. Ose një epitet. Ti do që them dashuri. Prandaj thash marrëdhënie. Është një zakon i çmuar për mua. Unë kam filluar herët rastësisht dhe e kam ruajtur gjithë jetën, por që mendoj që më ka vlerëtur shumë, më shumë se ndoshta edhe shkollimi, leximi. Shumë faleminderit dhe të falenderoj shumë për këtë podcast dhe këtë bisedë kaq të ngrohtë për librin. Më shijoj shumë, nuk e di. Faleminderit ty, edhe mua. Edhe që ndave dhe eksperiencën tënde. Gjithashtu faleminderit dhe ju që na keni ndjekur, dhe mos harroni që të na bëni një like dhe subscribe, por gjithashtu dhe mos harroni mesazhin kryesor që kemi marrë nga këto podcaste, që duhet të lexojmë sa më shumë, sepse një faqe libri është të ndihmon më shumë se sa 1000 zëra përreth.